Kryepolici Hita ka emëruar shef komisariatin në Malsinë e Madhe oficerin e karrierës komisar Klodian Çekën. Çeka vlerësohet si një ndër oficerët më me perspektivë dhe të talentuar në policinë e shtetit, ku në detyrat që ka mbajtur ndër vite ka spikatur duke arritur rezultate të larta. Hita i ka besuar Çekës një nga detyrat më të rëndësishme të shefit të komisariatit me objektivin tolerancë zero ndaj kultivimit, pasi së fundmi në Malsinë e Madhe u zbuluan parcela me kanabis. Ndërkohë shef komisariati në Shkodër pritet të emërohet Erion Dume, po ashtu Hita ka emëruar edhe drejtorin e ri të kufirit në Tiranë, drejtues Boke Bodini. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.